ngrejnë legjenda, por fakti është fakt. Takimet e ndryshme të zyrtarëve të ambasadës amerikane, të cilët kanë shku pranë SPAK-ut, zoti Domani kanë ndjek një rrugë jo të ndershme, duke qenë që nuk ftonte prokurorët e tjerë në këto takime të cilët vinin në vizitë, dhe vizitat bëheshin pas orës 4 apo 5, dhe në kohën që prokurorët ishin të gjithë thuajse në detyrë, zoti Domani preferonte që delegacionet që vinin mes tjera takonin edhe zotin Brau. Pra ishte bërë një farë për zgjedhje. Për zgjedhje, dhe njerëzit krijuan ata imazhin që amerikanët e duan Claude Brown, amerikanët ndërkombëtarët e duan Claude Brown. Unë mendoj që kjo është një pjesë më shumë e legjendës se sa luftës ose asaj se çfarë duan amerikanët. Në një komunikim që kam pas unë këtej me zyrtarët e Departamentit të Shtetit, privatisht, sepse në mënyrë gazetareske kërkonin që duhet të akreditohesha në departament për të marrë një përgjigje.